Përshëndetje zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak ngjarjen e fundit që ndodhi në Ferma VIP. E ndoqa në mënyrë të detajuar, një zënk e cila në fakt u stis nga Iliri, por doli jashtë kontekstit. Unë e kuptoj që kur është në pyetje çmimi 200.000 euro, këto banorë do të kapen edhe për një pikë vaj. Do me thënë, deri në atë nivel do të egzagerohet ngjarja. Çfarë ndodhi? Iliri po përdorë një situatë që Moza nuk ja tha në atë formë që Iliri gjatë gjithë kohës thotë më përmendi familjen, më përdori familjen, më përmendi vajzën, gruan, etj etj, ndërsa në anën tjetër mikja e afërt e Ilirit Sara është duke mësuar Sonin se si të mos të duket që Soni ka një pëlqim për Ilirin, që Soni ka një ndjenjë për Ilirin, që kur të dalin jashtë ta vazhdojnë këtë gjën, që Iliri ka një ndjenjë për Sonin edhe pse është i martuar dhe ka një vajzë. Do me thënë, janë ca ngjarje që mua më shqetësojnë dhe më vënë në pyetje të pyes veten se ç'në kupton të qenurit artist dhe çfarë konkretisht ka hyrë Iliri të promovojë në Fermën VIP, se përpos urrëties, inatit, mlefit, xhelozisë për të qenë gjithmonë ai i pari, nuk kam parë unë me thënë drejtën gjë tjetër tek Iliri dhe sinqerisht unë e them publikisht, videot e mia bëhen jashtëzakonisht viral. Me thënë mua personalisht këtë mund ta ndëgjon dhe familja e Ilirit, mua më ka zhgënjur. Unë kam pritur një Ilir tjetër, kam pritur një Ilir të ndërtuar edhe shpirtërisht artist, sepse nuk është artist të qenurit vetëm lajka në Instagram, komente në Instagram, ndjekje në Instagram dhe foto profesionale duke reklamuar një Amstel. Artist është ai personazh i cili ka shpirt artistik. Çfarë ndodhi sot? Lufta mes Ilirit edhe Bujakës ka qenë që nga dita e parë. Do me thënë janë dy personazhe që nuk kanë kimi të përbashkët, janë dy personazhe që shkojnë kundërvajtje me njëri tjetrin, por Bujaka është edhe një personazh që i del në krah Mozës, jo nga fakti se Moza është një personazhe e dashur, e pëlqyer, e komentuar jashtë. Jo, Bujaka këtë gjë do me thënë e ka argumentuar që nuk është njeri i tillë, por nga fakti që Bujaka i shesi gjëra të padrejta. Tani, të kërcënosh ti një grua që unë e nxjerr me shkelma jashtë, të kërcënosh gjatë gjithë kohës jo në prezencën e saj, por pas shpine, një grua që bën magji brenda në fermë, pas një zënke që ti pate për një peshk me atë që ai futet miell peshkut apo nuk i futet, mua më duket e palogjikshme dhe më duket shnjërzore që Iliri është duke ushtruar kundër drejt presionit të banorëve dhe të fermës brenda. Do me thënë, janë ndarë më dy grupe. Tani Iliri mundohet t'i bi Mozës, mundohet t'i bi Bujakës, mundohet t'i bi Kostanës, mundohet t'i bi Zhakut, sepse janë një grup i vetëm, dhe nga ana tjetër është Romiri i cili kyçë e mbështjell me dashuri këtë zënkën e Ilirit. Sado që Iliri të mundohet ta nxjerrë keq Mozën, sado që Iliri të mundohet ta godet Mozën, sado që Iliri të mundohet të shprehë atë vrrullin e vet kundërdrejt të gjithëve, mua më duket e padrejtë dhe më duket jo normale, sepse ti nuk mund ta bindësh një publik i cili e dashuron, i cili e duart troket Mozën, që Moza është njeriu që bë ka magji dhe që ka magjistare nëpërmjet kamerave dhe flis ka me kamera dhe që ka një gënjeshtare dhe ti ta ofendosh një djalin e ri që ku është më i ri se ti, që ai ka hyrë të ndërton ëndrrën e ti, ta quash me fjalët më të ulta, që realisht Iliri duhet të jetë shembulli se si duhet promovuar artisti dhe fjala e bukur në ekran, dhe jo artisti i madh me një karrierë dhe bagazhin më të gjerë të përdorën gjuhën më të ulët. Nuk ma merr mendja që kjo gjëja e favorizon Ilirin, nuk ma merr mendja që kjo gjëja e favorizon grupin e Ilirit, por përkundrazi krijon një urrëtie jashtë publiku, edhe pse unë e di që Iliri ka emocione të ngatruara brenda vetes së tij, sepse Iliri ka hyrë me një pasqyrë që Mimoza është fenomen, ai mendon që duke e nxjerr Mimozën në këtë formë do ta ulën, por nuk ma merr mendja që kjo është do me thënë qëllimi që Iliri mund të arrijë. Por e shikoj që Ilirin e ka kap presionit dhe unë e kam thënë këto djavë do t'jenë 2 javët e zënkave më të mëdha dhe atëherë do me thënë do të kuptojmë se kush në të vërtet do të fiton.
por unë uroj që Mimoza tani këtë prime, jo të luaj me 2 karta, sepse unë këtu e quaj fajtore dhe Mimozën. Mimoza e kishte herën e kaluar mundësinë që ta godeti Ilirin, sepse e quajti bir kurve, nuk është e lehtë domethënë ti thuash tjetrës bir kurve. Mimoza e mbrojti, Mimoza tha është i mirë Iliri, atëherë edhe Mimoza le të bëhet e sinqert, le të urdhëron ja ku e ka momentin, le ta përdorën situatën dhe le ta nxjerrën veten e saj, sepse në momentin që Mimoza, pas gjithë kësaj zënke të madhe ku Iliri e kërcënon publikisht, që do ta kërcënon dhe në prime, Mimoza luan me kartë tjetër, këtu humbet besimin edhe Mimoza. Unë mendoj që Iliri e ka shumë seriozisht këtë zënkën dhe nuk ndalon, dhe e gjitha kjo vjen nga fakti që Mimoza është e preferuar jashtë.